Gojt e Liga thuhet, Gojt e Liga. Arianiti nuk do të lidhet me ne, sepse proteston ndaj te. Ndërkohë ne ç'bëjmë, meqense media ka mision gjithmonë përcjell fjalën, kemi gjetur një doppelganger. Kemi gjetur sozin e Arianitit. Mirëmëngjes Arianit. Qen nga bunkeri më duket. Akoma s'është mësuar me emrin Arianit, akoma. Sozia jote akoma, po që njaka. Po kopje. Pse nuk lidheshim dot deri tani? Nim prapë se mi lidhur, po gjithsesi kemi Arianitin tërqeshur. Zë nuk kam. Jo, ti na dëgjon, ne të dëgjojmë ty, por kolegu është i specializuar në leximin e buzëve, kështu që mund të vazhdojmë. Mund të komunikoj, mund të përkthej. Po. Mirëmëngjes Arianit. Nuk i vjen. Përshëndetje. Kjo heshtje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Më i dëshiruar i kësaj dite. Po. Tani do të bëj një pyetje. Më i dëshiruar. E di unë po nejse. Po pse me pse nis ters, domethënë pse na traumatizon Fabi. Kolegu me zi po priste konfirmimin e asaj që ti ke thënë. Domethënë ka thënë? Po ka thënë që papa 2022. Uroj të mos dali sepse unë të gjitha zi e tërë po i flasë Allah. Tani, thuaj. po të jetë ky papa i fundit, keq edhe për botën përgjithësi, jo vetëm për të krishterët, katolik dhe për Vatikan. Kjo zgjidhet për 9 ditë maksimumi, domethënë paraprakisht ju shpreh të gjithëve vëllezërve tonë së pari, të besimit krishterë katolik, vdekjen e papës, zyrtarisht. Po, tani, a ka vdekur vërtet papa, se po dalin pak kundër? Po, zyrtarisht ka vdek dje, në datë 21 prill. Por, në realitet... Në ditën e festës së Parlia. Si quaj kjo festë? Festë vjetër romake, cila që nga një hyjni e cila po i mbrojka tufën e kopes nga të këqia. Dhe ajo ndërkohë ishte shndruar në ditën e themelimit të Romës nga Romuli. 730 ca vjet para Erëson, apo 730 ca vjet, diçka e tillë. 753 vjet para erës sonë. Pra, gjithçka po lidhet me ruajtjen e kopes nga të këqijat. E kuptoj. Kështu edhe Bibla e thot për të krishterët. Tani, ky papa ka vdek... Po, tani po na lidhet edhe kjo pjesa tjetër e themelimit të qendrës së parë, selisë së parë të shenjtë të krishterëve katolik, Vatikani. Që është perëndia etruske e Romës së lashtë, Vatika, perëndia e nëntokës, perëndia e vdekjes. Etruskët e Pellaz. E zyrtarizuar në kohën e Duqës, në vitin 1927. O Duqe që lidhe ka? Pra, kem një datë shumë interesante. 21 prillit, të vdekjes së papës dhe dorëheqjes së Klaus Schwabit në të njëjtën kohë. Kush është ky? Cili ishte? Klaus Schwab i World Health Organization. Aja, është dorëhequr dhe ai dje apo në 21 prill të një viti tjetër? Dje? Ha, dje dhe ai. Dje, shpejt besa. Ma dje kjo ka lidhje edhe me dështimin që Albulena të bëjë kryetare kuvendit. Jo, Edi nuk për ndëgjoj. Keli së ndëgjova, fare. Pse nuk dëgjosh ti Keli? Atere po e përkthej unë Kelin. Kjo do të thotë, tha kolegu. Jo, du ta dëgjoj vetë. Edhe njërë një dy prova. Atere, kjo 21 prill, në basë Klausit... Jo. Është një gjonë. Jo, do ta dëgjosh vetë, haro. Ta dërgoj me sësë? Në Kelin, falë, lutem. Sinqerisht nuk po dëgjoj. Nuk ka dëgjoj, po am dëgjon tani.
ky tallë mendimin me me. Jo. Sigur, do më thënë ka mundësi. Për këthej koleg. Atere, kolegu tha, në 21 prill, Albulena nuk arriti... Nga dalë, nuk është se nuk digjon ai. Jo, koleg, po, pyetja është kaq e rënd. Po, Albulena. Albulena nuk arriti pra su bë dot kryetare e kuvendit duke vazhduar kriza parlamentare që do të thotë ndoshta në zgjedhje. Ka ndodhur gjitha këto dom. Tani do humbëm ne ty. Jemi në fazën duke fol me vete. Si do bëjmë, na erdhe ora për të gatu? Po dhe po na hajt. Regjia. Ja, Me regjia, o. Arenit, atëre çfarë misteri qëndron pra? Qa misteri qëndron? Pra, sa mendohet që ka marrë Jonathan Price për rolin e tij si Edhe në jetën reale. Po, për 2 vjet e ca, 3 vjet gati ju desh me u bë pap. Që pas filmit, kolega, i ka qenë. Po pritme se bëm pyetjen e Albulenës njerë, pastaj kalojmë te Jonathan Price. Prap keli më humbi. Një minut. Humbi Keli. Qiko, e di. Erdi Keli? Po erdi. Po ta, shek, do më ne, të thash i talë mendimin me ne, po se besoj. Atere, pyetja është shumë e thjeshtë. Pyetja është në 21 prill, ditën që na vdiq zyrtarisht Papa dhe Klausi dha dorëheqjen, a ka lidhje edhe me mos zgjedhjen e Albulenës në krye të Kuvendit Kosovës? E tha më në fund. Je përgjigje tani. Arianita, je këtu më rriteu. Po këtu janë po... Qatë i thënë Kelit kështu ta hub topin ky, sa futemi në tem ky... Dhe në gjerga tema. Të qetë pej konceptit. Po qëfar Kosovën këtë mesa, kush e bon malë që është Kosova dikun? Këtë situatë dhe këtë gjahje. Do më thënë, nuk mund të thush... Papa e donë të Kosovën, Papa e donë të Kosovën. Jo, vetë Papa Papa. e ka dash shumë Kosovën. Edhe Albini e donë të Veç mas Kosovën. Papa Gjon Pali dytë, po mos haro se edhe ne kemi dash Papën. Ibrahim Rugova ka qenë ndër presidentët apo përfaqësuesit e vetëm në Ballkan, i cili ja ka puth dorën Papës Gjon Pali të dytë. Pra ndaj është se dun shumë Ibrahimin, gjitha. Fatkeqësisht tani Papa pas ka ndruar jetë në vitin 2022. Ora, Apo jo? Albulenën do ta sqarojmë apo? Herën tjetër. Iku Albulena. Çfarë ka ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe dhe kush e ka marrë rolin e tij? Mire tha Keli, Jonathan është aktori dhe shumë se a i duket kështu vetëm sa e ka luajtur rolin Two Popes. Po. Rolin e filmit, së është edhe filmi. Po jo, a i ka vazhdu të jetë në atë rol deri së fundi, sepse edhe pas filmit është bën një analize e nishaneve. Po, e kemi nishanen, e kemi videon, e kam kaluar unë. Të aktorit edhe të Shiko. Papës. Po këto nishanet që mund dalin... Shiko, këto e nishanet e aktorit dhe të Papës tanishëm. Të deri djeshëm. E pas ke zbërthy. Atëre, koleg, më tregoj një qikë... Janë 2 nishane që nuk mund të vendosen apo të largohen kaq lehtë. Po, këta dermatologët i largojnë, po nesë ti... nuk besoj se Papa ka patur kohë. Po. Jo, kjo është shteruse. Tani, më thuj pak, kolegë, a ka sozi Araniti? Prapen Kelin s'pëndëgjoj, fora. Më mirë që se dëgjon, sepse pyet, a e di Araniti që ka një sozi? Po, e di. Kush është? është pavarësisht tani pa mjekër është Dritan Demiraj.
Më duket se ne komunikojmë shumë shpesh edhe me Arianitin nga Amerika, kupton atë? E qartë. Tani të lutem tregoj prova shkencore që sozia e vërtetë e Arianitit është tjetër kush apo jo? Jo, ai është Arianiti vërtet. Ai është Kur ishte i ri, po. Se ka vdek Arianiti. Tash i gojtë e liga, ne e takuam, erdhi në zyrë. Po s'kemi takuar Arianitin e vërtet. Ndoshta. Atëherë pyetje për të verifikuar tani që Arianiti në zyrë ishte ai vërteti apo jo? Apo sozia. Atë kujdes. Në salule shkon një blet për të prodhuar 1 gram mjalt. Kjo është pyetje. Po mos pite kolekt se nuk gjoj. Në 5.000 lule. 5.000 lule, përgjigje sakt, ti Arianiti vërtet. Ti Arianiti vërtet. Aranit, kemi dhe një fakt tjetër. Papa del në balkonin e tij dhe në një moment ai zhduket. Zhduket një mënyrë të befasishme. Çfarë tregon kjo? Që deli është me ai, çfarë është bërë videoja? Këto ngjarje zakonisht ndodhin tek momentet të cilat ende nuk është marrë vendim apo gjendet një skenë tjetër dhe 2 persona kur du të jenë në të njëjtën kohë përdoret kjo teknologjia CGI apo që njihet me gjuhën Program Project Blue Beam. Po mirë, Project Blue Beam. Po mirë, unë pyes ti atë Arianitin. Project Blue Beam është pse këto provat e Arianitit janë gjithmonë mundësia e krijimit të një Arianiti real, kështu si jam në studion e juaj diku aty prapa kemi. Kolegu ka një pyetje, edhe duhet të ta bëj se pastaj e pësoj unë kur mbyllet programi. Pse, thot kolegu, provat që ti sjell janë gjithmonë shtrëmbër? Pse janë kështu ekrani shtremb? Po mvaret se si ishe me rëndësi është objektivi dhe jo forma e paraqitjes. Okej. Por papa dhe mund t'jetë rëzuar, nuk di çfarë ka ndodhur. Po ka qendosht nëse ishte rëzuar, ka qendosht me qenë një njoftim zyrtar, sikur që na njoftua se ishte i sëmur e tjera. Smur s'ka qenë, po ka qenë ky. Atëherë, Arianit, unë do të t'jap pak material për takimin ton të ardhshëm. Ne do takohemi kur njëri nga këta të 4 të bëhet pap. Është kardinali Bo i Myanmarit, është Tagle i Filipinës, edhe Pizzaballa ose Parolin. Një nga këta të 4 do të bëhet papa i ri. Arianiti e ka sjellë. Ne votojmë gjithë për Pizzaballën. Pizzaballa, po është edhe koha, është edhe momenti që Arianiti thotë që ky do jetë papa i ardhshëm. Ky i Filipinave. I Filipinë, po. Po dhe mund të jetë. Po pra. Ne kemi si Tagle, Tegel, E dini që ky është papa i fundit. Ky është i fundit. Ky do t'jetë i fundit. Kush është i fundit, se të fundit atë Papa Francesco? Sepse kushdo që të vije, apo të mos vije fare në krye të Vatikanit, mo shkëlqimi vlera dhe pesha e Vatikanit dhe e Selisë së Shejt nuk do ta ketë mo atë peshë të cilin e kishte deri para Papa Francis. Pari duhet kishës katolike apo se lisë së Shejt, do papë mbas Francesco. Një pap i cili na jep simbole satanike dhe mirët me traditën dhe vlerat biblike dhe trashëgimin e besimit të Jezusit. Jezusi nuk ka pas kësi simbole. Ishte ajo foto. Këto e simbole të jezuitëve satanik të Sabatai Zev, të cilin Jakob Frank i kap grupin e jezuitëve. Dhe themelohen, në kohën e tyre themelohet radh par papa o ka qenë është natyrë Illuminati përmes Adam Weishaupt, Amichel Rothschild dhe Jakob Frank. Mirë. Tani ne kemi dhe plot fakte të tjera, por nuk e di sa na premton koha për të. Para punës njerë, ky është simboli i heavy metal. E dyta me pra vlera e Vatikanit dhe peshat që kishte dikur në kohën e shembull konkret Papa Gjon Pauli të dytë dhe pesha e Vatikanit
sot e tutje, do e shifni edhe ju vetë që E drejt. nuk Aranit, do të ketë asnjë peshë. nëse do zgjidhet një pap tjetër, që do të zgjidhet, patjetër. ne do lidhemi prap, edhe besoj do kemi akoma dhe më shumë fakte të tjera Ç'askemi, interesante. Dhe urojmë dëgjojmë më mirë në atë kohë. Thjesht u lidhem pak vonë sot, nuk na premton koha. Jo ishte rryma, Albini hoqi rymën, Albini Albulenës. E fundit fare, si mendon, çfarë do të ndodhë në Kosovë? A do të arrijë Albini të bëjë shumicën, apo do shkojmë zgjedhjet parakoshme? Hajde, jepi. Jo, unë kom thonë, para zgjedhjeve kom deklaruar ato si për papën. Në Kosovë nuk do të ketë zgjedhje, po në Kosovë do të ketë luftë. Pra, probabiliteti është 90% që mandatin ta merr presidentja e shtetit në Kosovë, për udhëheqjen e Kosovës, se sa që të ndodhë një qeveri e re në Kosovë. E qartë. Të falenderojmë shumë. Gjithë mirat. Shumë faleminderit, do të lidhemi përsëri Ditë mbarë. Ditë mbarë. Faleminderit. dhe për të mira ngëzime folshim se sot është ditë, do thosha, Patjetër. Nuk e di nëse ti vazhdon të dëgjohesh, të mos dëgjohesh. Tani patjetër. Faleminderit. faleminderit. Po mirë, ato gishtat e papës. Bëhet e ti njerë. I bëra dje se isha në koncert roku. Mi që knashur. Po. Është papa me siguri ka qenë tifoz me Iron Maiden. Shiko, ai është Jonathan Price, sa për... Po, Jonathan Price. Po familja e këtij, si e ka leju të shkoj të bëjmë papë me kod plot, po pëjtë po ne. Si ka thonë asionet. Megjithatë, shiko, këto janë misteret e jetës, kolegë. Prandaj është e bukur. Ka një drejtë sepse është momenti për të zbuluar një nga enigmat më të mëdha që ka lidhje me vdekjen e papës, që është pikërisht skuadra e Beneventos. E Avelinos. Më falë. Sa herë vdes një pap, Avelino promovohet në një ligë më sipër se sa liga e futbollit cilin luan. Kjo ka ndodhur në 1958, 1963, 1978, 2005, 2013, abdikimi i Ratzingerit, po edhe dhe në 2025 tani, domethënë Avelino në seri B, domethënë kjo diçka ka këtu. Ogni morte del Papa, thonë italianë, si shprehje, por... Mirë, ne shpresojmë që sot mos të humbasim asnjë njeri të njohur, që të marrim nesër vëmendjen tonë, se një ditë na e merr gjesti, një ditë Papa, po ne. Po të ti merr lekse, zëvendëson Bob De Niron. Bëj pak? Meritoni sot.